faktorizoj faktorin shqiptar në Maqedoni, i cili për momentin nuk është faktori fort. Kemi një BDI që edhe pse mori më shumë vota, doli në opozit edhe nuk din të sillet në opozit, se s'ka qenë përveç 2 vjetëve që ka qenë në opozit, në historiatin e vet nuk din si ta menaxhoj opozitën, dhe refuzon të reformohet brenda. Pastaj kemi këto partitë e reja të Vlenit që janë në qeveri, por kam aq pak numra, edhe VMRO-ja ka aq pak nevojë për ata në qeveri, sa që kjo e pamundson edhe influencën e atyre, sidomos duke marrë parasysh që Vleni nuk e njeh VMRO-n aq mirë kaq afër, siç e ka njohur më përpara BDI-ja, edhe si rezultat nuk din se si ti menaxhojnë ndonjëherë këto lojat sensitive, sidomos vis-a-vis Bashkimit Evropian. Kështu që mendoj që nëse ndryshon historia që shtetet e Ballkanit Perëndimor mund të hyjnë në Bashkimin Evropian, fuqizohet prap kjo idea e atëherë le ta shtym procesin, sepse për momentin në Maqedoni nuk ka asnjë shtys për ndryshime kushtetuese, se kushti shty. SDSM-ja shumë e dobët, LSDM-ja shumë e dobët, BDI-ja gjithashtu është shumë habitur nga opozita për të bërë influencën e duhur, kurse VMRO-ja nuk ka interes, sepse VMRO-ja gjithë kampanjen elektorale ka pasur mos të poshtrohemi, sepse ndryshimet kushtetuese shihen si poshtrim. Edhe fakti që BE-ja shihet si një aktor jo shumë i besueshëm, akoma, e mundson këtë debat, por me hyrjen e Malit të Zi, ndryshon kjo. Ligjërimet e gjitha partive të djathta evropiane,